Të gjithë jemi dëshmitar të flukseve të turistëve që hynë në Shqipërinë thuajse do 12 muajt e vitit. Unë nuk mendoj që ne duhet të bëjmë analizën e shifrave dhe të numrave në turizëm në Shqipëri. Duhet të bëjmë analizën e volumit të ullët dhe cilësisë të lartë. Pra edhe 500.000 turistë mund të jenë mjaftueshëm në rast se të rreqë një turist cilësor, në rast se angazhohen me komunitetin pritës, pra ai në bazë të statistikave, këta lloj turist lënë mbi 68% të ardhurave të tyre në vendin pritës. Nga përshtypjet që partnerët tanë, domethënë me të cilët do punojnë, domethënë flasim për turizmin outgoing, pra për turizmin dalës, apo vetë hotelet, janë, domethënë qytetarët shqiptarë, apo turistët shqiptarë janë të pëlqyeshëm. Për këtë, pasi janë turistë që, domethënë shpenzojnë, duke krahasuar këto me disa nga vendet e Bashkimit Evropian apo të Evropës Qendrore.